Përshëndetje miq, mirë se erdhët në podcast me Jonën. Kam të ftuar sot avokatin Gentian Seriani. Gentian, të falenderoj që e pranove ftesën. Faleminderit ti Jona dhe është kënaqësi të jemi bashkë në këtë podcast. Më në fund. Më në fund. Me thënë të vërtetën. Ke qenë shumë i ngarkuar këtë kohë. Unë të kam ndjekur, tani ç'të punë ke ti që merresh me protestën? Ky është momenti i jashtëzakonshëm, është momentum për Shqipërinë dhe është fatkeqësi që ka njerëz që nuk bëhen pjesë e protestës apo është fatkeqësi që ka njerëz që nuk merren me protestën, me çështën e protestës. Besoj se ne jemi njerëz që në një moment caktuar duhet lëmë diçka për brezat më pas. Dhe një nga thirrjet më kuptim plot në protestë është Shqipëria e re. Po. A ka më mirë se sa ne t'i lëmë fëmijëve tanë apo brezave që do vinë më pas një Shqipëri të re, një Shqipëri që shikohet më ndryshe nga fëmijët apo nga brezat e tjerë, një Shqipëri që do të ketë një marrëdhënie tjetër midis të përfaqësuarit politik dhe qytetarëve. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj se jam me fat që më kapi kjo kohë dhe ndjej mirë që jam pjesë e gjërave që po ndodhin në Shqipëri dhe jam jap kontributin tim pra sa mundem për të bërë sa më mirë atë gjë që duhet bërë në vendin tonë. Gen, ti vazhdimisht ke dhënë kontribut në shoqëri. Unë të njoh për te profesionit, të njoh si misionar më shumë. Pra ti e shikon mbrojtjen drejtësinë, ti e shikon si mision kundrejt stresave, kryesisht stresave në nevojë. Edhe unë di shumë raste që ti ke përfaqësuar ligjërisht edhe pa ndonjë përfitim. Edhe unë mendoj që kjo Shqipëria e re i takon këtyre personave. Në fakt, unë e kam bërë në atë çfarë u shprehet që është, unë e shoh si një mision. Kushe individ, qytetar shqiptar, cilët janë para një pamundësie për të kërkuar të drejtën e tyre, për shkak të situatës tyre financiare, mu nuk më mbetet gjë tjetër vetë se t'i vijë në ndihmë dhe ta ndihmoj atë. Nëse unë shoh një situatë që mendoj se është e padrejtë, kundrejt një apo disa individëve dhe ai nuk ka gjetur apo nuk ka mundësi që të marrë drejtësinë, unë jam gati ta mbështes dhe të bëm buroj për të kërkuar drejtësinë dhe për të ndjekur çdo lloj procedure deri në përfitimin apo edhe marrjes së të drejtës së atij apo asaj që i ka humbur. Në këtë mënyrë unë mendoj se kushdo që ka, sepse po ndodhet diçka e çuditshme. Momentalisht më marrin në telefon individ të cilët nëpërmjet ChatGPT-s kërkojnë informacion për këtë gjë, edhe ChatGPT-ja i rekomandon automatikisht numrin tim telefonit. O, sa mirë. Ke bënë një marrëveshje me chatin. Edhe më ndodh shpesh që më marrin në telefon dhe i pyes si e gjete numrin tim, ma rekomandoj ChatGPT-ja. Okej. Pra për të thënë që edhe momentet caktuara që unë mund të jem shumë i ngarkuar, sërish do e gjej kohën që t'i kthej përgjigjet për ta informuar çdo kënd që më kërkon ndihmë apo informacion ligjor për raste apo për momentet që ato kanë nevojë dhe u duhet patjetër ndihma. Juve u bë të mbrojtësi bashkë me një grup tjetër avokatësh në mos gaboj për protestuesit që u ndaluan ditën e protestës afër kuvendit. Dhe dolet me një deklarat ku thatë që njëri nga protestuesit është dhunuar. Në media, nuk e di sa e vërtet është, ndaj po të pyes vetë, në media qarkullojnë që ju jeni dhe kërcënuar për këtë. Është e vërtet? Në fakt bëhet fjalë për protestën e datës 2 korrik. Në protestën e datës 2 korrik u ndaluan 19 protestues që në logjikën time janë ndaluar në mënyrë të padrejtë. Pa pasur mjaftueshëm prova që mund të implikonte sipas individit, sepse prova mund të jetë e përgjithshme, kolektive, po nuk pati prova individuale. Pra nëse Gendi ka kryer një vepër penale, cila është prova që vjen policia dhe më pas prokuroria dhe kërkon këtë mas arresti apo edhe ndonjë mas më të lehtë, siç u caktuar në fakt. Ndërsa për sa i përket një rasti që më ra mua për se ta kem, dhe shumë mirë që e pata, ishte një individ protestues që vonte nga epilepsia. Pa. Që në momentin e parë që ai është ndaluar nga policia, ka kaluar krizën e parë. Dhe është shoqëruar nga efektivat e policisë në urgjencën e QSU-s. Ka marrë mjekimin e parë dhe më pas u kthy në komisariatin numër 1. Pasi u kthy në komisariatin numër 1, e takoj dhe e jam prezent me të gjatë deklaratës pranë punonjësit pra OPG-s. Më tregon dhe mua dhe që unë vuaj nga epilepsia
kërkoj që të ketë një lloj lehtësimi që të mos mbahet, më kthehet një përgjigje që jo. Nuk mundet, është vendosur që do të ketë mas arresti. Shkon dhe vendoset tek bloku i sigurisë tek Minepeza, shkoj ditën e nesme dhe për ta takuar, më thot kalova sërish një kriz tjetër, kam qenë deri në orën 3 të darkës të natës në QSUT, kam marrë mjekimin e duhur dhe më pas jam kthyer sërish tek bloku i Minepezës. Kjo ishte ditën e premte. Ditën e shtunë shkoj sërish për ta takuar dhe për të marrë informacion, për ta pyetur për shëndetin. Me njëherë që sa e kam takuar, ka filluar të më deklaroj atë çfarë kam deklaruar unë në media. Pra, duke më treguar disa shenja në trup, duke më treguar dhe atë kanatien që edhe e bëri publike. Po, ishte. Që e bëri publike. Këto ishin provat që edhe më kërkon të lutem bëhe publike. Më kërkon si një lloj nderi, si një lloj favori, duke qenë se çfarë është nderi as favori, është detyrë, është përgjegjësia e avokatit. Është diçka që ti e shikon. Jo, përgjegjësia e avokatit është në një moment që klienti është i ndaluar, ti je zëri dhe syri veshi i tij jashtë. Dhe kjo është ta bësh punën me përgjegjësi. Po. Në momentin që dola, deklarova atë çfarë kisha parë dhe atë çfarë më tha klienti. Pata një reagim, me thënë vërtet nga ministri i brendshëm, u mundova me një deklaratë edhe unë në Facebookun tim për të shpjeguar se çfarë ka ndodhur, se çfarë unë kam bërë punën dhe çfarë kam deklaruar është ajo çfarë më ka thënë klienti dhe jo unë. Pra nuk ishin qëndrimet e mia sepse unë nuk e kam vuajtur, nuk kam pas mundësi që ta kem një situatë tillë. Por unë për detyrën që kisha ishte të bëja publike çfarë më kishte thënë klienti. E bëra me përgjegjësi atë dhe pastaj çfarë ndodhi, çfarë rodhi, nuk jam duke u marrë me atë çfarë deklaroi ministri i brendshëm, se në fakt ka pasur një deklaratë apo edhe pritet një deklaratë tjetër nga organizata ndërkombëtare, të cilët tregojnë qartazi që kjo është një ndërhyrje në punën e avokatit në marrëdhënie me klientin e tij dhe është një shkelje për sa i përket edhe ligjit të avokatisë. Kështu që nuk do doja kur të merresha me këtë lloj sepse nuk është qëllimi im që të merre dhe të bëhem faktor për diçka që është në punën time, është një lloj detyre e punës time. Por pasi kanë dalur, kanë deklaruar sërish të njëjtën gjë, edhe klienti që është mbrojtur nga unë, po edhe të tjerë të cilët kanë qenë protestues dhe kanë deklaruar se janë dhunuar. Madje kishin depozituar dhe kallëzime. Dhe kanë bërë dhe kallëzime. Pra kjo është e gjitha ajo çfarë ka ndodhur. Nuk dua të jap më shumë sepse nuk dua të faktorizohem, sepse nuk e kam qëllim faktorizimin. Thjesht kam bërë punën time me përgjegjësi. Çdo kush, se kjo është Shqipëria e re. Që çdo kush të bëj punën e tij dhe të saj me përgjegjësi. Si shikon protestën, Genti? Deri ku mund të shkojë? Deri çfarë do ndryshojë? A do ndryshojë 100% sistemi? Do hidhet kjo kastë vjetër politike? Do zhduken këta njerëz që na kanë qeverisur për 35 vjetësh? Dëshira e protestuesve është e tillë. Po. Dhe sloganet që i kanë bërë bashkë protestuesit janë pikërisht hudhja poshtë e gjithë kasës politike deri më tani. A do ndodhi, as do ndodhi, këtë nuk mund ta parashikoj dot, por di që kanë ndodhur gjëra që nuk kanë ndodhur më parë në Shqipëri gjatë kësaj proteste. E para treguam se shqiptarët dinë të protestojnë. Shqiptarët, ndryshe nga ç'ish mendohesh më parë që nuk reagojnë për asgjë, shqiptarët po reagojnë. Dhe jo vetëm reagojnë, por shqiptarët kanë qenë shumë kreativë në mënyrën e reagimit. Po. Dhe jo vetëm kreativ në mënyrën e reagimit, po edhe qëndrueshëm në mënyrën e reagimit. Dhe po të shohësh sot është dita 43 e 44. Sot. Po të shohësh që ne kemi akoma njerëz që protestojnë dhe njerëz që kanë të njëjtën kërkesë që prej fillimi, do të thotë që kjo është qëndrueshmëri që nuk vjen më nga një parti politike, po vjen nga qytetarët cilët e ndjejnë atë që duan të thonë atje dhe e ndjejnë atë reagimin që bëjnë çdo ditë atje. Sepse po të shohësh momentin që ne ndodhemi, është moment që çdo qytetar duhet të ishte me pushime apo duhet të ishte një lloj pushimi familjar. Edhe studentët janë prezente. Pra ne shohim çdo natë familjar të cilët shkojnë dhe protestojnë. Pra është kjo rutinë e tyre ditore. Pra mbarojnë punët e tyre të përditshme, nuk rrinë më të pinë kafen tek lagja apo të bëjnë atë bisedën, atë terapi psikologjike të qarjes hallit tek kafja, po dalin dhe thonë atje në media, dalin dhe thonë në shesh. Kjo është një arritje e madhe për shoqërinë shqiptare. E kanë thyer frikë, ne e kemi thyer frikën, pavarësisht se ne kemi Ke të rinj sot që edhe pse kemi 100 e ca individ të cilët ka filluar procedim penal sipas
në policë të shtetit akoma dalin në shesh. Pra kjo është një thyrje e frikës. Kjo është një thyrje e frikës për rinin ton, për qytetarët ton, të cilët nuk kishin mësuar që të dalin dhe të kërkojnë të drejtën e tyre në periudhë kaq të gjatë. Me thënë vërtetën. Ndërsa arritje tjetër e protestës është që ndërkombëtarët kanë kthyer vëmendjen nga Shqipëria. Dhe kjo është arritje e madhe. Pra, ti sot ke eurodeputet të cilët kanë ardhur në vendin ton, kanë mbajtur fjalën e tyre në atë shesh, kanë deklaruar gjëra që nuk ishin deklaruar më parë. Një nga deklaratat është e zëvendës presidentit të Parlamentit Evropian, i cili tha që populli shqiptar është i gatshëm për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, por politika shqiptare nuk është e gatshme për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe këtu i referohemi edhe asaj çfarë ndodhi këto 2-3 ditët e fundit, ku në Strasburg nuk pati një dakordësim midis dy partive sërish. Pra kjo është tregues e asaj çfarë deklaroi zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian, që ne si popull jemi të gatshëm për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ne po e tregojmë këtë. Po e tregojmë në 44 ditë protesta paqësore, në 44 ditë konsistencë në atë çfarë kërkojmë, 44 ditë me mënyrat më kreative që kanë ndodhur në vendin tonë, kështu që populli shqiptar është i gatshëm për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Politika po na e pengon. Ajo që na ka penguar gjithmonë, fakt nuk është e re. Dhe deklarata tjetër ishte deklarata e sërish e eurodeputetit, e cila tha që më kanë kërkuar që të mos jap votën time për raportin, që ishte kundër investimeve në Zvënez dhe në Nart. Pra këto ishin disa deklarata shumë të forta për sa i përket ndërkombëtarëve. Po të shohësh edhe mbulim mediatik. Mbulim mediatik që i ka ndodhur kësaj proteste dhe kësaj situate nga mediat ndërkombëtare nuk ka ndodhur më përpara. Edhe ka ndodhur me zero costo. Po ndoshta nga që ishte edhe emri i Trumpit, ka qenë edhe kjo? Po edhe ajo mund të jetë, pra mund të ketë edhe përgjithsesi tashmë dihet lidhje për shkak të tij, por mund të ndodhte për një periudhë një javore mbështetja apo kjo emri i Trumpit, po ndodh që ne kemi akoma vëmendje. Pra protesta ka akoma vëmendje në hapësirën mediatike ndërkombëtare, që do të thotë nuk ka ndodhur më parë. Edhe gjitha kjo të ndodhi me zero costo, sepse ne e dimë që ka pasur marketing. Ne e dimë që qeveria apo opozita ka dhënë para për të bërë publike në mediat ndërkombëtare aktivitete të ndryshme. Për shembull si edhe festivali pra, fundit, koncerti. Ndërkohë që qytetarët e morën vëmendjen e tyre vetëm për shkak të rezistencës që ata po bëjnë dhe për shkak të kreativitetit që ato kanë bërë në këtë protesta. Pra, janë disa fitore që kanë ndodhur nga kjo protestë. A do arrijnë qytetarët që të ndrojnë kastën politike 36 vjeçare? Është kërkesa atyre kryesore, po a do ndodhin? Nuk mund të ta them për këtij momenti, por di që ka trazuar goxha sistemin politik shqiptar. Që në momentin që shumë njerëz të politikës po dalin dhe po u kthejnë përgjigje personalisht protestuesve, duke i marrë videot e tyre, duke i hedhë në faqet e tyre të rrjeteve sociale, nuk mendoj që kjo i takon integritetit të një politikani. Nuk mendoj se ka ndodhur në ndonjë vend tjetër, më duket shumë është sjellje tipike shqiptare, agresive, arrogante. Pra, në momentin që ne shohim që politika shqiptare ka treguar gjatë gjithë këtyre viteve që nuk ka arritur të jetë mbi nivelin mesatar të bërit politik, do të thotë që ne akoma jemi në këtë situatë politike, politik bërë në Shqipëri. Në momentin që ti shet deputet që atakojnë individ të caktuar, këtu pastaj bie niveli i përfaqësimit, bie niveli i atij deputeti apo asaj deputete. Nuk mundet që një deputete të merret me një individ, të atakojë një individ. Po pra. Deputetja paguhet me taksa. Kjo është hera e parë që po ndodh. Patjetër. Ç'a tregon kjo për sjelljen e tyre? A ndihen vërtet kërcënuar? Unë mendoj se po, janë ndjerë të kërcënuar në kuptimin e asaj çfarë kërkojnë qytetarët. Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e zotit Rama, zhbërjen e kësaj kaste politike 36 vjeçare dhe kjo padyshim që rrezikon karrikën edhe postin e çdo politikani që ka vite që është pjesë e politikës shqiptare. Ne sot shohim që ka deputet që janë nga 5 apo 6 mandate
deputet. Në që fakt, mund të jetë normale. Genti që këta të flasin edhe të linçojnë persona të veçantë nëpër media apo në rrjetet sociale të tyre, unë e kuptoj sepse u ikën një pjesë e mirë e parave që marrin në muaj. Kështu që është çështje interesi personal. Kështu ka qenë për 35 vitesh, përveç se janë pasuruar vetë, kanë pasuruar brezat, kanë siguruar dhe në të ardhmen, fëmijët e tyre studiojnë jashtë. Domethënë vetëm populli numëron qindarkat, ndërsa qeveria, megjithëse më kujtohet një deklaratë e një ministre që kemi pas dikur ekonomista shqiptarëve, ju i të delë dhe i të pronë 120 euro në muaj. Kështu që neve jemi mirë, jemi... Deklaratat fyese, tallse, dhe prandaj janë njerëzit në shesh. Pra kjo i ka bërë njerëzit të dalin në shesh. Deri ku është kufiri i një protestuesi? Deri ku mund të shkojë protestuesi pa e kapur ligji? Unë mendoj e para që kjo protestë, ashtu siç u tha dhe nga ambasadori ose Beodirit, që tha kjo është protestë model. Në 42 ditë nuk ka ndodhur asnjë ngjarje me dhunë. Tani me thënë të vërtetën, përsa i përket 19 të ndaluarve të datës 2 korrik, u ngritën 5 akuza nga policia dhe më pas nga prokuroria. Akuza që me thënë të vërtetën u rrëzuan shumica e tyre nga gjyqtari që gjykoi vlerësimin e masës arrestit dhe la vetëm një akuzë në fuqi, kundërshtimi i forcave të rendit. Që për mua sërish është për të ripar se si është hartuar ky nen në kodin penal dhe se si ky nen kthehet si një lloj mjeti dhune në vetvete nga policia kundër qytetarit që vjen e proteston paqësisht. Pra ku është momenti dhe ku është ndarja midis një veprimit të dhunshëm të qytetarit që kundërshton policinë e shtetit apo dhe një komunikimi verbal, një debati verbal. Po të shohësh në ndalimin e 2 djemve Arbër Leshi dhe Albion Nikolla, nuk ka pasur asnjë lloj kundërshtimi. Duket qartë as me pamje. Mund të ketë pas vetëm diskutim verbal, apo debat verbal. A mundet ne ta interpretojmë këtë si, apo mund të jetë kjo një akuzë për kundërshtimin e forcave të rendit? Ndërkohë që kjo u bë nga policia e shtetit, por ndërkohë nuk kemi prova mjaftueshme që ky ka bërë kundërshtim. Sepse kundërshtimi duhet të jetë veprim aktiv. Për shembull, ata djemt që po thynin ato xhamin e asaj makinës policisë në këtë rast? Patjetër që në këtë rast jemi në kushtet. Patjetër që jemi në kushtet jo, shkatërimit pronës. Pra, vepra penale që mund të jetë për atë është shkatërimi pronës. Pra, për mos me mbështetur çdo akt dhune, jemi kundër çdo akti dhune. Pra, qoftë nga protestuesit, po aq më shumë nga institucionet shtetërore. Ne duam që kjo protestë të shkojë në të njëjtën mënyrë siç ka shkuar deri më sot. Dhe kjo është modeli më i mirë të protestuarit. Dhe nëse ne do themi a do lodhen qytetarët duke protestuar në këtë lloj mënyrë, unë mendoj se jo. Tash është kthyer në rutinë. Është kthyer rutinë. Pra, është kthyer si diçka e zakonshme për qytetarin i cili për mirë. Pra, një 30 minutë, një orë që nuk ju bën keq asnjëriu që dilni aty të dëgjoni. Del atje dhe nëse më parë, thashë pak më parë, nëse më parë kishin terapi psikologjike në grup aty te kafja, tani e kemi më të madhe dhe kemi aty te sheshi. Dhe te sheshi duke pasur edhe shanse më shumë për të ndryshuar situatën se sa te kafja. Aty e ke një lloj shprese. Kurse aty e ke një lloj shprese, dhe aty e ke një lloj shprese sepse ti je duke vepruar realisht kundër asaj padrejtësie që ti ke. Se aty ka njerëz që vinë edhe për shkak padrejtësive që ata e përjetojnë drejt për drejt. Absolutisht. Ditën e dieshme ishte një qytetar nga Durrësi që është po preket drejt për drejt nga një investim në qytetin e Durrësit. Durrësi është për katastrofë. Altin Hila, një nga protestuesit model, edhe që në kuptim model të ndryshmërisë që vjen çdo natë në protestë, vjen për hallin e tij. Ai është rast shumë i veçantë, fakt, dhe më bëhet shumë qefi që qytetarët prapë u bën bashk për ta ndihmuar në një lloj forme, të paktën për atë problemin që ai ka. Ne si qytetar shqiptar kemi treguar gjithmonë që jemi të gatshëm për të mbështetur, për të ndihmuar njëri tjetrin. Nuk e ka asnjë vend tjetër këtë. Kjo është karakteristike tipike e jona. Dhe ne bëhemi bashkë në momentin që dikush ka nevojë për ne. Dhe nëse ne pam një lloj sensibiliteti
që për Altinin ne kemi parë dhe për shumë të tjerë në fakt. Po. Ne po shohim sot që shumica e shqiptarëve që kanë probleme të rënda të shëndetit, zgjidhen nuk po e gjin më nëpërmjet strukturave shtetërore, po e gjin nëpërmjet mbështetjes, nëpërmjet platformave GoFundMe apo platformave të tjera. Tani më kujton prap ti Genti, më kujton dhe diçka tjetër. Para disa kohësh një deputete në parlamentin ton e qeverisë, e forcës majorancës, nxjerr në story një rast që kërkonte ndihmë. Deputeti. Domethënë unë si qytetar, di si e shikoj këtë? Kur e nxjerr deputeti. Imagjinoj çik ç'a bëhet me atë në fshatrat e Gramshit. Domethënë që aty ikën zëri fare dhe nuk ka asnjë lloj shprese. Është gjithë zgjidhja vetëm për qytetarët shqiptarë cilët kërkojnë. Edhe sa mirë që jemi kështu sepse kemi rregulluar të paktën jetën e njëri tjetrit. Edhe do vazhdojmë akoma kështu, mos na humbi kjo ndjenja e humanizmit. Këto forcat e errta që i dëgjojmë shpesh herë në media që jo po ka forca nga Irani, nga Rusia, nga Greqia, forca nga ku diun çka ka dalë tani këto kohë të fundit. E vërteta ka pasur që prej fillimi akuza të tilla, akuza ka, po un kam qenë protest, nuk është se kam parë. Deri më pas ne s'kemi parë askënd që të jetë i lidhur. Po. Pra se nëse vjen një nga zyrtarët e shtetit dhe thot këtë gjë, atëherë duhet ta bashkëngjisim me prova. O ka mundësi institucionet që të nxjerrin prova dhe thonë që po, kjo protestë apo këto individ të kësaj proteste mbështeten nga X forca dhe unë shoh që kanë përmendur Iranin, më pas Rusin, më pas Greqinë. Pra, se në fillim doli teza që Greqia është xheloze për investimin tonë dhe po përpiqet që të ngrejë protesta. Duket që janë deklarata që janë emocionale. Pra, deklarata emocionale nëse nuk do ketë se nëse do jetë e vërtet, do ishte shumë mirë për gjithë shoqërinë shqiptare që të bëjë publike, që të dinim, të dinim edhe ne se ku po shkojmë. Pra unë si qytetar që shkoj e protestoj të di. Pra kush janë këto forcat që vinë dhe na duan me na marrë këtë lloj energjie që ne duam të ndryshojë qeveria. Pra, më duket pak e çuditshme, po le t'ja lëm kohës, koha do t'i tregoj dhe do të nxjerrin nëse kanë qenë deklarata të vërteta apo kanë qenë deklarata të emocionale. Genti, shkojmë pak te profesioni tani. A janë të gjithë të barabartë përpara ligjit? Një nga nenet e kushtetutës e thotë këtë, të gjithë jemi të barabartë para ligjit. Praktikisht, lëre çfarë thot neni? Praktikisht mendoj se jo. Nuk janë barabartë. I forti, njeriu me pushtet, me lek, a është më i favorizuar, se unë kam dëgjuar që sa më i dobët të jetë njeriu, aq më i fortë bëhet ligji ndaj tij. Sa qëndron kjo? Unë do t'i referohem të dhënave zyrtare. Vettingu nxori shumë prokurorë dhe gjyqtarë nga sistemi i drejtësisë. Me disa prej tyre me argument për shkak se nuk justifikonin paratë që kishin grumbulluar, dhe disa për shkak të mungesës aftësive profesionale. Tani, nëse ne kemi një nga arsyet para të pa justifikuara, këtu tregohet qartazi që paraja ka dominuar sistemin e drejtësisë. Okej. Dhe në momentin që ne shohim që paraja pas ka dominuar sistemin e drejtësisë, do të thotë që ai që ka pas para ka marrë drejtësinë apo ka shmangur drejtësinë, dhe ai që nuk ka pasur para nuk ka marrë drejtësinë ose ka vuajtur dënimin. Pra kjo tregon qartazi që po me dhëna zyrtare, pra nuk po i referohem interpretimit tim. Pra dhëna zyrtare ne kemi që shumica e prokurorëve dhe gjyqtarëve ikën nga sistemi. Prandaj kemi sistemin kolaps, sot që ka mungesa të theksuara të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po kusuret e gjithë këtyre të përjashtuarve që pas kanë marrë këto parat, ai vojti populli. Ky është problemi i madh. Pra ne rregulluam një anë, po nuk rregulluam pasojat që ka krijuar ajo. Pra ne u munduam ta pastrojmë sistemin e drejtësisë për në vazhdim, por ama çfarë kishte ndodhur ne nuk i dham dot zgjidhje, nuk i japim dot zgjidhje. Dhe sot po të shohësh ke raste që babai që vari veten për shkak se e ndaluan për energjinë elektrike.
Pra tregon qartazi që një individ me situatë ekonomike të vështirë përballet ashpër me sistemin penal. Ndërkohë që nuk shohim të njëjtën sjellje ku kemi individë të cilët kanë mundësi ekonomike apo kanë një status të mirë shoqëror. Ka qenë një meme kështu. Ai kreu vrasjen e 40, por policia ende nuk ka prova. Gjendin nëse unë për shembull jap një review që nuk më pëlqen për një restorant, ushqimi, shërbimi apo çfarë do, sa dënohem? Për mua nuk duhet dënohesh. Sa dënohem? Vlerësimi është subjektiv. Pra, nëse ti shkon në një restorant edhe nuk të pëlqen, është subjektiv. A është vepër penale? Jo. Po pse kanë dalë lista me njerëz që kanë dhënë vlerësime negative për restorante? A është kjo vepër kriminale? Nëse qytetarët kanë qenë në restorant, kanë konsumuar ushqim apo kanë qenë pjesë e shërbimit të një restoranti dhe sipas tyre nuk është ai duhuri dhe ka bërë një review negative, kjo është e drejta e çdo qytetari, kjo është fjalë e lirë, kjo është shprehje e lirë. Okay. Pastaj se si mund të interpretohet nga institucionet në raste dhe momente të caktuara, kjo pastaj është për tu parë rast pas rasti. Por ama ne nuk mund të përgjithsojmë sjelljet e qytetarëve shqiptar. Nëse ne shohim që Jona ka bërë një review negative pasi ka qenë atë restorant. Po. Tu s'ke asnjë lloj vepre penale. Po mirë Gendi, pse duhet gjithë ky angazhim i shtetit për të mbrojtur këto biznese nga yjet, se i uran yjet këtyre, ndërkohë që kur digjen se u bie flaka dhe kur përmbyten se bie shi, askush nuk subvencionohet, i ke ndurrës rastet, i ke në Sarand kur u dogjën hardhit e ullimve, asnjëri, se biznese ka dhe ai atë. Asnjëri nga shteti, asnjë qeveri nuk ka dalë të subvencionojë këta njerëz. Pse ju prekën yjet disa bizneseve, dalin edhe del dhe deklarat për shtyp me zë dhe me figurë dhe thot, ç'është është kjo? Prandaj është kërkesa ndryshimi i sistemit politik 36 vjeçar. Që ne mos kemi me politikanë të cilët u shqetëson situata për një biznes apo dy biznes apo tre biznese të caktuara. Unë jam dakord që këta të mërziten për këto yjet. Le të mërziten, shumë mirë, bravo. Po kur mërziten për këto yjet të shqetësohen dhe për këto bizneset e tjera. Dhe modeli politikanit dur apo i drejtuesit të një institucioni dur do ishte që të kishte të njëjtën shqetësim kur kishim përmbytje të dritharave dhe të tokave bujqësore në Korçë. Po. Që dolën ata të shkret atje, kërkuan mbështetje, kërkuan që të kishin një lloj reagimi dhe mungoi reagimi. Të kishin të njëjtën reagim nga qeveria për situatën ku dojsh tregu industrial në qytetin e Durrësit. Të kishim njëjtën situatë kur fermerët hedhin prodhimet e tyre mes rrugës, se nuk kanë treg kushiten. Pra, çfarë ndryshimi ka midis një biznesmeni që reagon qeveria për shkak se u rendit në një moment të caktuar me disa review më pak, me disa yje më pak, me disa qytetarë të cilët gjatë gjithë vitit shpenzojnë djersën e tyre, paratë e tyre për të marrë prodhimin dhe produktin dhe për ta shqitur dhe nuk e bëjnë dot, nuk arrin dot të marrin fitimet. Për mua shqetësimi duhet të jetë i njëjtë me këta. Absolutisht, sepse në fundit, për mua unë kam dëshirë, sido që të jetë biznesi, dua ta ndaj dhe në mendsinë time ndaj gjithmonë biznesin nga politika, nuk mund të shkojnë të dyja bashkë asnjëherë. Ai që është biznesmen duhet të rrisë si biznesmen. I çdo lloj përmaset i mund të jetë biznes i madh i vogël, le të rrisë si biznes, mos të marrë përgjegjësi politike mbi shpatulla për të marrë dhe ato urrëtiet edhe benefitet nga, domethënë, rrisë si biznes, se punën po e bën gjithsesi, pra ne njohim shumë njerëz që kanë sjellë në Shqipëri goxha prodhim, kanë punësuar njerëz, investime. Jemi dakord me këtë pjesën. Mos e ngatroni shtetin dhe qeverinë për egon tuaj, pra për të. Në fakt, jona gjë e tillë ka ndodhur disa vite më parë në Amerikë.
Një nga këto kompanitë e fast foodit ishte mbështetës si zoti Trump edhe bërë një deklaratë po Trump. Në atë moment pati një reagim të tillë që në Google filluan të binin review-t për shkak se njerëzit e lidhen drejt për drejt me politikat e Trumpit. Po. Dhe nuk u ngrit akuzë, me sa kam informacion, në shtetin e Amerikës për këta individ cilët bën review negative për atë biznes. Dhe ai biznes mori kostot e politikanit. Po pra, ky është problemi. Dhe për aq kohë sa ti shkon dhe mbështet me deklarata publike një politikan, padyshim të marrësh dhe kostot e asaj gjëje. Aq më tepër në këtë periudhë që populli është i Qytetarët zemëruar, janë pra duke se njeriu e ka reaguar. pak, po pra. Pra, ne nuk e shohim si një rast që ka ndodhur vetëm në vendin tonë. Është rast që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë do ndodh me këta njerëz që kanë dhënë review negative, qoftë edhe për tendencë, se tash rastësisht ti nuk mund të jesh në një restorant në Shkodër, në Elbasan dhe në Durrës në të njëjtën kohë, supozojmë. Unë Pra them kjo që është e lehtë e verifikueshme. unë them që kjo e gjeti pa përgatitur edhe sistemin ton juridiko penal. Ne nuk kemi posta fat një gjë të përcaktuar në kodin penal për këtë situatë. Kështu që ashtu siç e nisëm për fillimi që kjo është situatë e jashtëzakonshme, çdo veprim që ndodh në këtë protestë është e jashtëzakonshme. Okej, dhe këtë s'e kishte marrë mendja në fakt që do shkonte mendja të bënë review. Po kjo është kreativiteti i rinis. Prandaj tham për fillimi që kjo protestë ka qenë më kreativja, nuk kanë mundur partitë politike të krijojnë këtë lloj kreativiteti. Pra, ne sot shohim që në protestë vinë të rinj të cilët nuk kanë frikë të protestojnë. Vinë të rinj të cilët kanë bërë posterin me gjën me një lloj kreativiteti që ti nuk arrin ta kuptosh çfarë ka ndodhur. Si mundet që një njerëz të shkojnë me këtë lloj posteri, me këtë lloj kreativiteti? Dhe ajo që më bën përshtypje Genti është marrëdhënia me efektivët e policisë. Ka qenë një harmoni që thua derisa në momente të caktuara prishet nga vetë uniformat e policisë së rendit. Pra, aty kanë qenë duke i dhënë ujë efektivët e policisë shtetit, kanë krijuar një lloj gardhi vetë qytetarë që të mos ketë konflikt midis protestuesve dhe policisë shtetit. Pra, ka qenë deri diku një lloj sensi pozitiv bashkëpunuesi qytetarëve që protestojnë me policinë e shtetit për mos agravuar situata, se ata e dinë shumë mirë që edhe ata policë janë si ta. Absolutisht. Ata e dinë shumë mirë që edhe këta policë po ti marrësh tek jashtë uniformës mund të nxjerrin probleme pafund të sistemit. Kështu që ata e dinë shumë mirë që ata policët janë si ta. Deri në momentin që ata marrin një urdhër që duhet të agravohet situata. Dhe këtu pastaj fillon qytetari, ai që është pak më shumë emocional reagon. Është edhe situata e tillë dhe janë kushtet fiks për të agravuar. Si mund ta përkufizoj hakmarrjen një njeri i drejtësisë? Në fakt, për mua nuk duhet të ekzistojë hakmarrja. Pra, nëse dikush të bën keq, unë mendoj që nuk duhet t'ia kthesh me të njëjtën monedhë. Pra, në një moment, ai edhe kur të jetë ai momenti që çdo njeri ka 5 minuta para gjumit, bën një lloj kështu reflektimi ditor. Çfarë kam bërë mirë, çfarë kam bërë keq. Pa dyshim që në atë 5 minutë ai edhe nëse është më i keqi qytetar apo më i keqi njeri, do thot po pse i bëra keq atij? Ç'është ndërgjegje. Pra, e ka njeriu këtë lloj ndërgjegje në një moment caktuar. Unë mendoj se ka në atë 5 minutë para se me zën gjumi që fillon edhe mendon çfarë ke bërë sot, çfarë gjë të mirë ke bërë sot, çfarë gjë të keqe ke bërë sot. Dhe mjafton që ai në një moment tek mendja e tij të ketë këtë lloj ndërgjegje, për mua është mjaftueshëm dhe nuk mendoj se duhet ta kmerresh ndaj personit. Hakmarrja për mua nuk është një veti e mirë e individit. Individi duhet falë. Individi duhet të jetë një person që edhe nëse dikush vjen dhe i bën keq, ai t'ia kthej me monedhën më të mirë.
Më edhe më mirë sepse ndoshta në këtë lloj mënyre do ndikojë sadopak ai për ta ndërgjegjësuar që edhe ai të bëhet njeriu mirë. Për shembull, në kushtet ku jemi neve sot, ku sistemi i drejtësisë është demotivuar, ndoshta me qëllim pa qëllim ne nuk e dim, po një çështje e supozojmë divorcim, nëse më përpara mund shkonte në afat kohor 3 muaj, sot shkon 3 vjet. Kam përshtypjen. Nuk e di se kam provuar. Në disa gjykata po është e vërtet që vënohet edhe procesi i dhe qytetari me gjithë drejt, po marr çështjen e divorcit për të mos prekur tema më të rënda. Qytetari me drejt thotë, ç'a divorcon, thotë, okay, po e mbaj tani gruan ose burrin, se kush e hedh në gjyq ose kush bën këtë procesin e gjatë. E kupton ku e kam? Tani ishte një situatë që nuk u mendua, ku bë reforma në drejtësi, nuk u mendua se si do të jepë zgjidhje kësaj situate. Nuk u parashikua. Dhe ne pam që shumë gjyqtarë dhe shumë prokurorë ikën nga sistemi. Dhe u bë një vakancë e madhe në sistemin gjyqësor. Dhe nuk u mendua në asnjë moment se si do të jepë zgjidhje, si do të menaxhojë kjo situatë. Dhe ne po vuajmë sa të pasojë, ndërkohë që qytetarët duhet të tregonin një lloj optimizmi për reformën drejtësisë, me të vërtetë ka një lloj përmirësimi në sistemin e drejtësisë për sa i përket drejtësisë, dhënies drejtësisë. Qytetari sot e lidh drejt për drejt me këtë situatë, që edhe pse erdhi reforma e re e drejtësisë, unë duhet të pres 2 vite për të marrë për të bërë një zgjidhje martese. Dhe kjo është fatkeqësi që qytetari e lidh sistemin e drejtësisë me këtë po sepse ne nuk e dim në çfarë situatash ndodhen qytetarë të ndryshëm që vërtet ka nevojë për këtë sistemin e drejtësisë dhe ndodh që njeriu kur është në kushte konfliktuale të bëjë dhe vetë gjyqësi vet. E drejtë është sepse unë e shoh edhe tek mënyra se si në momente të caktuara qytetarët për shkak se nuk besojnë te drejtësia, për shkak se thotë do pres gjyqin unë 5 vite apo 4 vite apo 3 vite apo 6 vite nëse të shkojmë në gjykatë apelit, më mirë thotë po e zgjidh vetë. Dhe kjo është një lloj kështu vetgjyqësie. Unë si person që jam person i ligjit nuk e dua kurrë që të ndodhi vetgjyqësia në vendin tonë. Absolutisht, po deri në këtë pikë kanë çuar. Por patjetër që mungesa e drejtësisë në kohë do nxjisi qytetarë që të shkojnë drejt kësaj. Do nxjisi qytetarë që shkojnë drejt kësaj dhe unë nuk do doja që ne të kishim akoma pasojat e mungesës dhe vakancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistemin gjyqësor shqiptar, në sistemin e drejtësisë shqiptare. Unë mendoj se shumë shpejt qytetarët do shohin, sepse ka disa djem edhe vajza të rinj sot që janë pjesë e sistemit gjyqësor, janë gjyqtarë dhe prokurorë të rinj, që janë model. Janë për të përgëzuar. Është plotësuar një lloj. Deri diku po. Janë për të përgëzuar dhe nga mënyra se si e trajtojnë çështjen, dhe nga mënyra se si e gjykojnë çështjen. Dhe nëse ka diçka të mirë që solli reforma në drejtësi, ka pikërisht janë këta të rinj. Janë këta të rinj që janë futur që për mua, pra në gjykimin tim, janë gjyqtarë dhe prokurorë të duhur. Çfarë po ndodhe me këto? Për shkak të ngarkesës, edhe këta po bëhen pjesë ndoshta e vonesave. Sepse janë dosje. Janë të mbartura tash. Janë të mbartura dosje për gjyqtarëve të mëparë, dhe ata duhet që të marrin dhe kapicën e dosjeve që janë për shkak të vakancës. Por ajo që do doja e para është që qytetarët e para të mos shkojnë tek akmarrja, mos shkojnë te vetgjyqësia, le të presin dhe kur them të presin të shprehet drejtësia për situatat e tyre. I duruar i fituari, thot Genti. Te do të bëj një pyetje për Spakun dhe pastaj do të shkarkoj, nuk jam avokat, do flasim për Gentin. Genti më shumë se asnjëherë tjetër. Spaku ka bërë një lëvizje para disa kohësh, si duket i motivuar edhe nga protesta, disa gjëra u vun në vi, pra një operacion që më i madhi mund të themi ndërkohëra që mund të ketë bërë Spaku në këto 6 vite. Po. Okej. Tani si do vazhdoj? Se kemi njerëz ende që janë për tu patjetër sistemuar. Detyra e Spakut ka qenë prej fillimit të luftojë atë që deri më dje nuk ishte ndëshkuar, pa ndëshkueshmërinë. Dhe unë mendoj se disa veprime konkrete kundrejt atyre cilët e shikonin veten të plot fuqishëm, ka ndodhur.
A ka akoma punë për të bërë spaku? Padyshim. Po edhe ne si shoqëri nuk mund të presim vetëm nga një institucion të bëjë ndryshimin ton për sa i përket drejtësisë. Protesta tregoj që ne nuk po e lëmë më vetëm spakun për sa i përket luftës ndaj korrupsionit, luftës ndaj këtij sistemi 36 vjeçar politik. Qytetarët në shesh është një lloj mbështetje. Mbështetje për punën që po bën spaku. Dhe qytetarët për fillim kanë kërkuar që dy duhet ishin alatët kryesor të qytetarëve në protestë. Ndërkombëtarët që ndodhi dhe spaku, sistemi i drejtësisë që ndodhi. Pra, këto dy alatët që u kërkuan nga protestuesit në shesh i bën veprimet e tyre paraprake. Ndërkombëtarët i thanë jo Ramës për sa i përket projektit, dhe sistemi i drejtësisë spaku në këtë rast pezulloi çdo veprim që kishte të bënte me tjetërsimin e pronave në Zvërnec edhe në Nart. Pra që do të thotë, për aq kohë sa spaku ka vepruar, dhe jo vetëm këtë rast, po ka vepruar edhe në raste tjera, dhe nëse shohim që atakohet më shumë nga politikanët. Po. Pra po thosh, po besueshmëria e qytetarëve shqiptarë ndaj këtyre institucioneve është shumë e lartë. Është shumë e lartë. Besimin. Sepse ka kryer disa veprime që nuk kishin ndodhur më parë. A duhet ne si qytetarë të presim vetëm një institucion ta bëjë ndryshimin ton si shoqëri? Jo, ne duhet të jemi aty, ta bëjmë dhe ne. Sepse nëse një nga ndërkombëtarët Marta Kos u shpreh që korrupsioni është në kulturën e shoqërisë shqiptare, që është një deklaratë për mua e papërgjeshme se s'mundet që ti vesh një kulturë të tillë popullit ton. Ajo ndodh për disa arsye dhe në momente të caktuara që nxitet më së shumti nga institucionet, sepse korrupsioni askush nuk shkon dhe jep para vet. Pra është institucioni që të nxit ty të japësh para në forma të ndryshme. Por kur ne themi që kemi 36 vite që sistemi ynë është krijuar mbi korrupsionin, dhe tani na vi vetëm një institucion ta luftoj gjithë këtë korrupsion 36 vjeçar, është pak kërkesë shumë e rëndë. Përsa i përket vetëm një institucioni. Korrupsioni është në ndërgjegje, kam përshtypjen. Vetë qytetarët duhet të fillojnë ta stopojnë. Unë për shembull kam rast personal me mjekët e rinj, ose edhe profesionistët e rinj përgjithësi dhe mësuesit, nuk kam dëgjuar raste që nuk pranojnë të korruptohen. Ja, pra gjyqtarët e ri, prokurorët e ri, mjekët e ri po sjellin ndryshim. Po, dhe kjo është Shqipëria e re. Ajo që duam. Po kërkojmë. Tani nuk jam avokat për disa pyetje në vazhdim. A ram dakord për Shqipërinë e re? Unë jam dakord. Okay. Unë jam dakord. Unë kam thënë që jam pro protestës, jam pro zhvillimit edhe ndryshimit kësaj kaste politike, po ta shohësh që në 90-ën unë u bëra 36, ti u bëre më i madh. Të njëjtë ti kemi. Okay. Po jo, imagjino sa bukur. Kemi filluar të vishemi më bukur nga krahasim me ato të viteve 90, më të kuruar, kështu vetëm politika s'ka ndryshuar. Imagjino sa bukur ne të dy shprehem për sistemin e shëndetësisë. Ju që thatë nuk marrin para. Jo, nuk marrin. Po imagjino çfarë lloj ndjenje ti jep kjo gjë. Krenari më. Ti shkon aty për shpëtim. Pra neve në spital, ne shkojmë për shpëtim dhe kur shikoj disa të rinj, disa mjek, disa infermier që janë pak më të vegjël se sa unë, nuk e din çka kënaqësi e kam. Edhe nuk vjen turp, dhe unë nuk është se jam nga këto tipat që se në fundi secili paguhet për punën e vet dhe absolutisht nuk duhet dhënë asnjë kokër leku, asnjë kafe, se neve na u imponu kjo. Na u kthy detyrim, na u kthy detyrim institucionet, pra ti për të marrë të drejtën tënde, duhet të paguash. Jo më zotëria, ai ka në detyrë atë. Pra askush nga ne shqiptar nuk e kishte kulturë këtë gjë. Po për shkak se institucioni ta vështirëson marrjen e të drejtës, pra marrjen e dokumentit që të duhet, ti atëherë do detyrohesh që të paguash për të marrë atë të drejtë që ty takon. Po kjo s'ka të bëjë me kulturën, ka të bëjë me sjelljen politike, me marrëdhënien midis qytetarit dhe institucionit. Dhe prandaj ne po kërkojmë ndryshim të marrëdhënies midis qytetarit dhe institucionit. Institucionet, mjekëve për shembull, mësuesve, të rriten rrogat, mos të bëhet presion për vendin e punës, të punojnë të qetë, mos të bëhen patjetër, totalisht dakord. Të shpërndajnë statuset e qeverisë fare, ma ai ka misioneve të vete. Ke mjek që janë 50 vjet në profesion, ke mësues që janë 2 vjetër në profesion. Ç'punë ka ai me politikën? Ai edukon breza, tjetri shëron njerëz. Me këto njerëz nuk duhet t'i përzim fare me politikën. Po.
edhe pa korrupsion. Edhe rregullon Shqipërinë atë dy Shqipëria ë? Shqipëria e re. Gendi, ky podcasti referohet është hap në fillim që i kemi nisur, jemi referuar brezave të rinj dhe mesazheve për të rinjt. Tani un kam 2 pyetje të shkurtra. Disa sugjerime për të rinjt, të cilët ndonjëherë janë dhe në konflikt me ligjin, dhe më kujto kohën tënde të gjimnazit. Nise me këtë. Atëherë në gjimnaz, me thënë të vërtetën, në gjimnaz nuk kam qenë nga këto nxënësit model. Pra nxënësit e urtë, nxënësit që mësonin e tjera. Kam qenë nga këto nxënësit e pak trazavaç, që kisha qef që më shumë të bënin bisedë në orën e mësimit se sa të dëgjonin mësuesin, sepse ishte ky tipi i vjetër i mësimdhënies që ti duhet më dëgjosh mua, qofse dil jashtë e tjera. Kemi pasur atë shoqërinë e ngushtë që fatkeqësisht për shkak të asaj çfarë ka ndodhur i kemi shumicën jashtë tani, nuk i kemi në vendin tonë, që është fatkeqësisht se ti nuk mundet të komunikosh më dhe ti takosh për të rikthesh ato kujtimet me shoqërinë e gjimnazit, që për mua është pjesa më e bukur, jeta më e bukur. Më e bukur. E çdo kujt. Dhe më kujtohet një moment i mësueses së anglishtes. Në vit 4 më thot që Gen thot, nëse nuk mëson një mësim, unë do të ngel ty. Them, pse duhet të mësosh një mësim, se ndryshe nuk kalon. Okej, e mësoj mësimin, e mësoj në mënyrë të përkryer dhe më vjen mësuesja thot, po e kupton se sa ke humbur, thot, që s'ke mësuar kështu dhe vite të tjera, thot. Si e me anglishtën sot vjet? Unë jam mirë me anglishtën, por është gjithmonë ne duhet shohim, dhe kjo është më shumë thirrje për mësuesit. Duhet i gjejmë mënyrën se si duhet të ta joshim nxënësin për ta bërë të vëmendshëm dhe për ta bërë që ai të japi maksimumin. Po për shkak të ngarkesës dhe për shkak të asaj çfarë ne shohim sot në institucionet arsimore, shumica e nxënësve, të cilët kanë nevojë për një lloj trajtimi ndryshe, dhe për shkak të mungesës të trajtimit ata nuk bëhen modeli i mirë në shkollë. Por po të shohësh tek çdo kush mund të shohësh cilësi dhe karakteristika të ndryshme, dhe që mjafton vetëm një moment që mësuesi t'i japi mundësinë që ta nxjerrin në pa dhe ta tregojë atë kapacitet që ai ka. Dhe gjëja më e çuditshme ishte kur kalova me njëherë në shkollë të lartë, në shkollë të lartë unë isha me rezultate shumë të mira. Aty ishte marrë seriozisht pastaj. Aty pastaj filloi mosha që ti ndërgjegjësor thua, prit tani çfarë do bëj me veten. Prit tani çfarë po ndodh. Dhe kur u thonim, pra nuk u thoja unë, po u thonin nxënësit, pra shokët e klasës të gjimnazit, u thonin mësuesve të gjimnazit që Genti po me rezultate larta, ato habiteshin. Them, po ju ishit pa haft. Se nuk ishit mundësi të nxirrni të pa aftësitë e mia. Kjo dhe unë do doja shumë që çdo mësues që ka këtë moshën, që është mosha më e mirë e njeriut, të mundohet që të krijojë një marrëdhënie përtej asaj të klasës që është mësues nxënës. Të krijojë një marrëdhënie që ka nevojë që ta vlerësoj atë fillimisht, ta bëj atë të guximshëm që të dali dhe të shpërfaqë atë çfarë ka për brenda, dhe të mos etiketohen që nxënës të cilët për shkak se janë pak më të lëvizshëm se sa pjesa tjetër, të jenë në rrëmujaxhie të klasës. Jo. Ata janë rregulatorët më të mirë. Prandaj. Ata janë rregulatorët më të mirë. Ka ende, dhe më vjen shumë mirë, sepse kam shembull konkret, ka ende drejtues shkollash publike, ka ende profesor shumë të mirë që e kanë këtë metodën dhe e kanë mësuar ndoshta edhe për shkak të situatës që ata kanë përdit me nxënësit, dhe i mbajnë afër nxënësit më të shkatët, më problematik, dhe ata realisht janë rregulatorë shumë të mirë. Tani edhe një mesazh për këtë pjesën tjetër të rinjve që sjellin shpesh herë probleme. Në fakt, shoqëria jonë është në krizë. Po duke qenë shoqëria, struktura themelore është familja. Ne të familjen e kemi në krizë. Pse është familja në krizë? Familja është në krizë sepse së pari ne shohim që e ka marrë pas situata ekonomike. Po.
Duke munguar situata ekonomike, në shumicën e rasteve ne shohim nëna dhe baballar që janë më shumë të angazhuar me përfitimin material. Me përfitimin material që ti krijoj kushte të mira jetese djalit apo vajzës së saj. Nga ana tjetër, për shkak se duhet të punojnë shumë që të sigurojnë këto të mira materiale. Dhe ne shohim sot që ka baballar të cilët punojnë mbi tetorarshin. Po. Sepse vetëm me tetorar nuk ja dalin që të ushqejnë familjen. Në raste të caktuara janë të detyruar që të shkojnë dhe jashtë për të punuar, për të siguruar të ardhura, për Duke ja hequr fokusin e edukimit të fëmijëve. Dhe çfarë ndodh? Duke parë këtë lloj mungese fëmia, duke pasur dhe ndikimin e shoqërisë, dhe ndikimin e shokut apo të shoqes, ne sot shohim që kemi fëmijë të cilët shkojnë dhe kryejnë vepra penale. Edhe pse ata në një moment mund të bëhen pishman për atë çfarë ka ndodhur. Apo fëmijë të cilët janë shumë për shkak të situatës tyre ekonomike janë shumë të lehtë për të thithur nga grupet kriminale. Dhe po të shohësh sot grupet kriminale pikërisht targetojnë këta fëmijë të cilët kanë probleme socioekonomike. I targetojnë për t'i përfshirë dhe më pas për t'i bërë pjesë të grupit të tyre dhe për të bërë ata punën që ata duan të bëjnë, punën e kriminale. Ka raste të shumta kështu? Po të shohësh këtë të rinj të cilët janë gjatë gjithë kohës në tregtimin e lëndëve narkotike. Po ti bësh një analizë që kjo mungon sërish. Pra do ishte shumë mirë që ne të kishim analiza qoftë nga sociolog, po qoftë edhe nga sistemi vetë i drejtësisë. Për të kuptuar, sa prej këtyre të rinjve të cilët bën viktim mund ta them apo janë edhe të akuzuar për vepra penale, sa prej tyre vijnë nga këto shtresa shoqërore. Sepse çfarë ndodh? Nëse ne si shoqëri kemi kosto për këtë i cili ka kryer një vepër penale, sepse do shkojnë në një burg, do vuajë dënimin. Do mbahet me taksat tona. Do jetë goxha. Po dhe nesër është prapë kontingjent për të rikthyer. Po jo mjafton vetëm një ditë vuajtje e dënimit në institucionet e vuajtjes dënimit është 30.000 lekë të vjetra dita. Imagjinon nëse në një qytetari që ka probleme socioekonomike, vetëm për fëmijën e tij do t'i jepshin 30.000 lekë në ditët. Është më mirë t'ja japim kështu. Ja japim kështu më mirë mos të vuajnë dënimin atje. Pra, çfarë ndodh? Një politik që ka nevojë të ndodhi në momentin e X nuk mund të ndodhi që të jepet në momentin Y, sepse midis X dhe Y-it do ndodhen këto gjëra që ne do paguajmë më shumë si shoqëri. Nëse ne do ta mbështesim këtë familje që ka probleme socioekonomike në momentin e dur dhe në kohën e duhur, ne do kishim pasojat të kësaj natyre. Do kishim më pak vepra penale. Faleminderit shumë. Faleminderit ti. Që ishe pjesë e podcastit. Çuna goca të rinj, mos dëgjoni asnjëri, bëuni të zgjuar vet, bëni atë shkollën, edhe mos e braktisni Shqipërinë. Dhe mirupafshim podcastin e radhës. Mirupafshim.